Përshëndetje miq, tu i kam sjell panine të buta si pambuk. Vërtet nuk kanë shumë sy, por shija është fantastike. Janë disa receta të thjeshta, të shpejta dhe na shpëtojnë nga një vakt. Me pak fjalë po e lë recetën. Në një tas hedhim një zarf me maja birre të thatë, pak mjalt, pak ujë në temperaturë dhome. Ky është mielli Manitoba, gjithsej për këtë recetë 500 gram miell Manitoba dhe 400 ml ujë në temperaturë dhome. Nga pjesa e miellit që kemi hequr për bukën, hedhim pak miell dhe e përziejmë me mjaltin dhe me majan me pak ujë. E lejmë që të çllovet për 30 minuta. Mbas 30 minutash shtojmë pjesën tjetër të miellit, një lugë gjelle krip, një lugë kafeje sot buke, 2 lugë vaj ulliri, lugë gjelle. E përziejmë mirë brumin, nuk i dhash fare palosi, i dhash vetëm ja 4 prerje. E mbulova me picet dhe e lejmë të çllovet 30 minuta të tjera, më falni. Ja kështu. E mbulojmë. Mbas 30 minutash përkasim tavolinën, hedhim brumin, e hapim mirë. E presim sipas dëshirës, e vendosim në një tepsi të veshur me letër furre, përkasim me miell, e lëm për 30 minuta të tjera, direkt në furrë për 30 minuta me 230 gradë dhe kemi gati. Unë e shijova të ngrohtë me vaj ulliri me djathë dhe u kënaqja. Ju përshëndes.